Përshëndetje për gjithë shikuesit e transferimet. Sot jena te Foleja Shqiponjave, jena te fusha më e madhe në shqiptari, Air Albania, po më veçantë se kjo, afër me është një figurë shumë speciale, është një personazh mediatik më e madhe në Shqipëri, është prezantuese, moderatore, host i emisionit të Champions League në Tring Albania, me shumë kënaqësi, Eva Murati. Faleminderit. Eva, faleminderit për kohën. Faleminderit shumë edhe u kënaqa me gjithë prezantimin të bukur. Kënaqësi. Eva, deshta me pyet na gjithë shohim Champions League. Deshta me pyet fillimisht për fillimin e karrierës tonë në ekran, po specifikisht në futboll dhe pastaj në Champions. Ç'është ka shku, sa ka nis, ç'është e ke përjetuar këtë rrugtim fal. Tani, me thënë të vërtetën, mua më duket sikur vjen të qesh ndonjëherë. Duket sikur gjithë jetën e kam kaluar në prezantim, sepse ndoshta edhe ato emocionet më të bukura të mia ose ato më të gjalla që njeriu secili ka ato emocionet e veta që mbyllësit dhe duket sikur i kujtojnë që dje, i kam të gjitha në prezantim. Pra që në këto konkurset e shkollave, prezantimet që në vegjëli, deri pastaj më vonë. Zyrtarisht kam nisur reklama e parë, puna e parë në televizion, ka qenë për një reklam shumë bukur, për diçka e madhe po vjen, qendrën tregtare Teg. Ka qenë 2011, unë isha 15 vjeç në vit të parë gjimnaz. Dhe ishte shumë rastësisht mënyra se si u bëra pjesë e casting, një vajzë në klasë paralele, erdhi më lajmëroi, ta do ikim pas dite këtu, atë tras dhe zagocat klasës patjetër. Kështu që në mënyrë rastësore nisi çdo gjë. Por mbaj mend që ajo ka qenë një ndër ditët në absolut më të bukura të jetës time, sepse u kënaqa gjithë procesi. Ke pas pasion gjithmonë që është në veçli. Ishte fantastik, u kënaqa jashtëzakonisht shumë, u gjenda tamam si në vendin e duhur. Dhe nga një moment u mundova që të mos lejoja më vetëm fatin, vetëm rastësinë që të hynte në punë, po edhe unë ta kërkoja pak. Padyshim angazhimet e mësueseve sigurisht ishin në projektet shkollore, por doja gjithmonë më shumë. Deri në moshën 18 vjeç kur bëra punën e parë në televizion, e kisha me shumë merak se më jepnin kështu emisione projekte të vogla, po jo zyrtarisht e angazhuar. Jo zyrtarisht angazhuar në televizion. Në momentin që bëra 18 vjeç, bëra casting në 3 televizionet, le të themi më të mëdha në Tiranë, në Shqipëri, dhe 3 më dhanë një përgjigje pozitive, kështu që ishte shkruar atë vit që unë do nisja patjetër. Ndërsa pjesa e futbollit, konkretisht ne vënë në Champions League, sepse ti je ikona e Champions League-s për shqiptari, kur ki nis themi qoftë pasionin njerë për të, pastaj edhe puna që e ke shiu ma shumë. Se tha që se ki pas domosdoshmë diçka prioritet në fillim. E vërtet, në momentin kur mu ofrua si fillim Championsi, le të themi që nuk e mora shumë në konsiderat, sepse nuk e njihja se sa i madh ishte emri Champions League-s. Unë sigurisht kisha një njohuri, le të themi, bazike për futbollin, lidheshim për botror ose për europian, më shumë për të kënaqur, për të festuar, për kombëtarën, padyshim, por që nuk e dija, le të themi, nuk isha fort në brendësi të kësaj gjëje. Një miku im tha ti patjetër duhet duhesh ma lidh çdo diçka me Chelsea-n. Ke tregu diçka që Chelsea ka një arsye pse ti je në Champions League. E vërtet. Ndoshta arsye skuadra kryesore pse un jam në Champions League është Ky është lajm. Chelsea, dhe është lajm sepse nuk e kam thënë asgjë kundi në asnjë vend tjetër. Miku im i mirë, kemi misi familjar, jemi praktikisht miku im më i mirë që nga klasa e 5. Ai është tifoz i çmendur i Chelsea-t, ka dhe tatuazh madje këtu. Unë s'kam hala tatu. Patjetër ai më tha ti duhet t'i japësh një shans Champions League-s, edhe sikur ta prezantosh vetëm për një vit, të lutem, kjo është elita e futbollit, është Hollywood. Nuk ishte se si më tregonte tjetër me diçka që unë të bëja një paralelizëm, dhe më tha kjo është Hollywoodi për futbollin. Të lutem patjetër, sikur edhe një vit jepi një mundësi sepse është diçka vërtet shumë e bukur. Ashtu siç thash, nuk po e konsideroja shumë në fillim, por ndoshta këmbgulja e jashtëzakonshme. Edhe tash e ke parë që është masive. Kam parë që është masive dhe tashmë unë jam dashuruar. Dhe në fakt u dashurova që në momentin e parë me Championsin, sepse
Edhe mënyra se si më mikpriti publiku ishte e jashtëzakonshme. Dukesh sikur edhe ato sikur po e prisnin nuk do ta them se ndoshta nuk është shumë mirë të flasësh për veten, po sikur po e prisnin një vajzë të mirë në futboll, me këmbë në tokë, elokuente. Realisht ishte një dashuri nga të dyja palët. Kështu që më pagzuan gjithashtu edhe me emrin Champions Girl. Sepse rastisi që unë isha vajza e parë që i është besuar Champions Liga në Shqipëri, gjatë gjithë kohës deri më në ato momente e kanë prezantuar vetëm meshkuj, kështu që ishte tamam një martesë shumë e bukur, një histori dashurie shumë e bukur. Ku janë ato pjesa e publikut, e fansave, themi e njerëzve, po duhet të pyet konkretisht për pjesën e famës, Eva. Kuptohet që jeni në ekran që shumë vite, po e kena pa kohëve të fundit që ke shumë edhe adhurues, edhe komentues, edhe të huj, domethënë edhe ndërkombëtar. Po më intereson ç'është ju qasësh komenteve, qoftë pozitive, qoftë negative, qoftë kritikave themi, megjithëse ndoshta s'ka aq shumë, po ç'është sheti këtë pjesën e famës? Ç'është menaxhon? Mua më duket më shumë sikur tani kur e shoh të paktën edhe shifrat e Instagramit edhe të rrjeteve sociale, më shumë janë bërë të huaj sesa shqiptar. Dhe prandaj edhe kanë filluar të kujdesen pak më tepër le të themi për publikun tim të huaj me anë të videove, promove para emisionit, sepse e shoh që sado që e gjithë pjesa e emisionit është në shqip edhe absolutisht ajo është puna ime kryesore, edhe rrjetet sociale kanë një peshë të jashtëzakonshme në projektet e së ardhmes dhe prandaj duhen mirëmbajtur edhe ato. Për pjesën e famës, fama mua të vërtetë më ka ardhur shumë gradualisht. Nuk është se pata një moment shpërthimi dhe jam një vajzë që i ka ngjitur le të themi shkallët e karrierës pak nga pak, diku më shumë, diku më pak. Megjithatë, ish dashur të jap krenari sepse zakonisht ne djem, po edhe vajzat e presin me shumë gëzim ndeshjen e Champions League. Tash është kriju një farë trendi që e presin me padurim edhe even para ndeshjes së Champions League. Kjo të bën një mirë, po besoj. Më bën të ndihem mirë. Realisht dashuria e publikut është diçka që gjithkush në fushën publike, jo vetëm në prezantim në televizion, por gjithkush në fushën publike e dëshiron. Aq më tepër respekti, do thoja unë, sepse është shumë e thjeshtë që ti të bësh një famë të jashtëzakonshme për një periudhë shumë të shkurtër kohe, tashmë me rrjetet sociale ku videot shkojnë virale, është shumë e thjeshtë që ti në 2 minuta bota është zvogluar, kuptimin që gjithë njerëz nga gjithë bota mundin me pa. Por që ti të krijosh me të vërtet një figurë të mirë, një emër të mirë që të vazhdoj për disa kohë, kjo është ndoshta pak e vështirë edhe jam e lumtur që unë këtë rrugë kam ndjekur, jo që të jem një komet, të shfaqem për pak edhe pastaj të zhdukem, por që të ngjis rrugët me krenari dhe me kokën lart. Po. Kur jemi të Champions, Eva, po më intereson shumë, po besoj që ki pa shumë ndeshje Champions League-s, edhe live në stadium. Po më intereson cila ka qenë ndeshja më e madhe që ki pa, ose që ki përjetuar emocion, ndoshta në finale, apo çka do, një ndeshje Champions që ty të ka përmbush aq shumë sa që kuptohet e ki në memorie për gjithmonë. Ka mund të zgjedh. Ndeshja janë të shumta në fakt, dhe po përpiqem më shumë të kujtoj ku i kam emocionet më të gjalla. Ti je tifoze e Juventusit ndoshta, a? Po jam tifoze e Juventusit. Kohëve të fundit s'ka rënë Champions League, apo? Realisht Juventusi vetëm atë vitin e parë që unë prezantova Champions League-ën, shkoj në finale. Po, kundër Real Madridit. Dhe aq e kishte sa të më rrëmbente mua zemrën. Dhe nuk ka patur as edhe një moment, le të themi, të mirë që nga ai çast në Champions League, vetëm atë vit e preku finalen. Edhe pse ajo ishte një finale që shkoi si shkoi me sybet, po nuk ka problem. Gjithsesi shkoi në finale. Ndërkohë që ndeshja që më ka pëlqyer më shumë dhe që ka patur një emocion të jashtëzakonshëm, ndoshta Manchester Inter në Stamboll, finalja e Stambollit ka qenë unë kam rastisur në disa finale të Champions League-s sigurisht për të raportuar nga fusha sepse gjithmonë finalja bëhet në stadium, por duhet them që ajo ka qenë ndoshta më elektrizuesja. I gjithë publiku ka qenë, publiku është gjithë kohës zjarr, po edhe mënyra e organizimit, nuk e di, mua më kalon një mbres jashtëzakonisht. Edhe ishin dy klube që City për herë 2 në finale, pa fituar asnjëherë, Interi pas 13 viteve në finale, kështu që ka qenë ndoshta entuziazëm i madh. Ishte një finale e përsëritur e një ndeshje midis të dyja skuadrave dhe duket sikur përveç historisë, përveç emocioneve, çdo gjë ishte, nuk e di, në mënyrë
të jashtëzakonshme, jam qenë shumë e lumtur, realisht, edhe mu bë edhe shumë qefi në të jem e sinqertë edhe për Guardiolën që arriti sidomos pas ta disa merrte. dështimeve. Atë vit tripjetën, kështu që ishte një sukses i jashtëzakonshëm edhe për të. Ku jena si vjet Champions League, të shohim që janë 8 skuadra fantastike, po flitet që favorit është Arsenali, Barcelona, Parisi po luan mjaft mirë, Bayern, Inter. Kë është ti si favorit? Kuptimi që kë e ke qef ti me fitu, pastaj kush mendon në mendje racionale që fiton? Mendje racionale. Po ndoshta të bëjmë nga një koment të shkurtër për secilin nga skuadra. Shkojmë te Arsenali që na ka trondit kundër Real Madridit. Arsenali i jashtëzakonshëm, nuk e di, një super performancë Rice në ndeshjen e fundit, ka bërë një përshtypje të jashtëzakonshme për çdo gjë, për mënyrën. Është shumë e vështirë, mos harrojmë këtu, është shumë e vështirë që ta vesh para përgjegjësisë Realin e Madridit dhe mbi të gjitha të arrish të tregosh e përsi mbi një skuadër që ne themi gjithmonë mbretërorët, domethënë ata e kanë praktikisht në ADN-n e tyre Champions League-ën. Duket sikur shifrat e Realit duhet të zerohen në mënyrë që skuadrat e tjera të ndonjë shans për të avancuar në këtë kompeticion. Kështu që realisht ishte një fitore shumë e madhe e Arsenalit. Nuk e di se sa do të vazhdojmë më tej. Flasim pak për Paris Saint-Germainin. Paris Saint-Germain që ka patur emra të jashtëzakonshëm. Kjo është interesante. Messi, Mbappé, Neymar u larguan. U larguan dhe në momentin që këto yje të mëdhenj largohen, kjo skuadër arrit të gjej frymën e përshtatshme në grup në mënyrë që të shkëlqejë edhe të vazhdojë përpara. Ka pas ndikim edhe Luis Enrique, a mendon? Mendoj që forca kryesore është e Luis Enriques, edhe pse mënyra se si shkuan gjërat, se si ai erdhi së fundmi në drejtim të klubit, ndoshta është pak më e komplikuar, po gjithsesi absolutisht trajneri siç merr edhe meritat, merr edhe kritikat tek e fundit, kështu që në këtë rast Barcelona si po duket? Barcelona, nëse do doja të bëja një ndoshta jo parashikim, po dëshirë, po shpreh dëshirat. Po shpreh dëshirat, kam pak më tepër dëshirë për Barcelona. A ka mbet kjo dëshirë mbase prej Ronaldinhos apo Messit? Zakonisht këta dy lojtarë kanë bërë atë revolucionin që më pas më shumë tifoza në shqiptari. Do thoja më tepër prej Messit, por mbi të gjitha sepse gjurma e Messit është e jashtëzakonshme dhe duhet kalojnë disa breza të tërë në futboll që mbase asnjë brezë tjetër s'ka që të vinë, le të themi, dy figura kaq të mëdha edhe në dualitet me njëra tjetrën, siç ishin Messi dhe Ronaldo, një dualitet 10 vjeçar, por që le të rikthehemi Barcelonës më shumë se sa gjurma ose hija e këtij lojtarit jashtëzakonshëm si Messi, unë do thoja që fryma që ka këtë vit, mënyra se si organizon dhe mbi të gjitha spektakli që dhuron në fushën e vlerë tek fundit. Spektakli që ka mungu, ka kthyr ADN-n e Barcelonës Flick. Futbolli është argëtim dhe duket sikur ndonjëherë skuadrat e harrojnë këtë dhe japin ca rezultate pragmatiste të vogla, lojë të vakët, jo shumë të mirë, ndërkohë që Barcelona këtij viti që prej fillimit edhe deri më tani ka qenë një zjarr i vërtet dhe unë jam të vërtet shumë e lumtur që Barcelona ju rikthye lavdisë vet të dikurshme me gjithë problemet e çmendura financiare që ka patur, mendoj që tani është në një klubi vetëm pa humbje këtë vit, kështu që është ofër. Dhe forca e akademisë, mendoj. Po, patjetër, ka kthyr ADN-n. Forca e akademisë ka qenë e jashtëzakonshme. Transferimet të shtrejta që i pat bëu me Griezmann, Coutinho, Dembele, Ron, pastaj La Masia e ngriti prapë. Bayern Inter, këto dyja është pak më e ngushtë ndeshja. Ç'është mendon që po shkon? E vërtet është pak më e ngushtë ndeshja. Mendoj që Bayerni është një emër i madh, një fanellë e madhe, por që ka shumë oscilacione, nuk të jep siguri si skuadër. Edhe kohë të fundit, pavarësisht rezultateve që ka patur, nuk ka qenë stabil. Kështu që nuk mund të them që ky është viti i Bayernit. Championsi nuk e dihet asnjëherë. A mendon që ka një motiv shtesë që luhet finalen në Allianz Arena? Me luajt finalen në shtëpi apo ndoshta, po nuk më bind. Të paktën Bayerni, sa e kam ndjekur këtë vit që nga fillimi i Championsit deri më tani, nuk më jep atë siguri për të folur që e shoh në finale. Championsi nuk e dihet asnjëherë, prandaj është i bukur futbolli sepse nuk mund të bëhen llogari me lapse me letër, se pastaj do ishte shumë e thjeshtë. Ndërkohë që nga ana tjetër për Interin, mua personalisht do më bëheshe qefi, sigurisht, se skuadër italiane në Shqipëri rival, apo s'kanë si në tu si rival?
Nuk është, po bëj një parashikim të përgjithshëm, jo kështu. Gjithsesi, më bëhet qefi, në sensin që si publik shqiptar gjithmonë kemi qenë shumë të lidhur me skuadrat italiane, kështu që vërtet edhe Interi ka disa vite që po përpiqet, i afrohet deri diku zonës së finaleve, çerek finale, por nuk arrin asnjëherë ta marrë dhe ta ngrijë atë trofeun me vesh të mëdhenj. Nuk e di, e shoh në nuk e di. Eva, po kthehem pak te foleja Shqiponjave, po kthehem te Shqipëria e madhe. Du me të pyet sa beson që ka mundësi për botror. Shohim tash jena, më thonë, prag kualifikime që vijojnë, i pam atë ndeshjen e parë me Anglinë, pastaj edhe me Andorrën. A kish shpresë se Shqipëria e mbrin një botror tash apo si është situata në Shqipërisë? Unë nuk dua të bëj parashikime, se sigurisht gjithmonë zemra më thot për mirë edhe për të vazhduar do doja, do shkojmë patjetër, do të thënë parapëqej gjithmonë ta shoh gotën gjysmë plot, gjithmonë. Në përgjithësi, në filozofi për veten time, por edhe në këtë rast për skuadrën shqiptare. Të doja shumë, ka shumë punë, shumë vështirësi. Personalisht, do doja shumë të ripërsëritej diçka që neve e patëm një histori jo shumë të hershme siç ishte ajo e Europianit. Pra, e gjithë aventura e Europianit ka qenë jashtëzakonisht shumë pozitive për Shqipërinë, për skuadrën shqiptare, për popullin shqiptar në tërësi dhe mënyrën se si publiku shkojnë në stadium, një edukatë e jashtëzakonshme treguar atje. Kemi lënë bresa të jashtëzakonshme pozitive, se unë përpos komenteve në Shqipëri më shumë ndjej komentet e kolegëve të huaj, kolegëve italian, kolegëve francez, kështu që realisht më bën shumë përshtypje kjo gjë dhe këtë do doja. Pastaj për rezultate pak nga pak çdo gjë. Po kur e marrim cikli kualifikues për Europian, Shqipëria nuk e ka pasur asnjë gol në Air Albania. Këtu unë kam qenë këtu 3 herë, se kanë pasur asnjë gol me Andorrën, ka qenë me Polonin, me Çekin. Kështu që mendoj që progresi është i dukshëm. Tash botrori është diçka më e madhe. Është diçka e madhe. Po prapë unë më thonë që jena gjithmonë të ngrit. Ku po them jena, po them jena bashk. Ne padyshim do na bëjë shumë qefi, se sigurisht. Edhe për Kosovën. Do të pyet pak edhe për Kosovën. A ke pas mundësi me pa ndeshjet Kosovës? Të ekipit shtetëror, a për cilë, apo je kështu, domosdo për Shqipërinë, kuptimin zemra, apo ki pak për Kosovën? Më pëlqen se padyshim që të shoh ndeshje, megjithatë nuk është se arrij të ndjek jashtëzakonisht të gjithë. Jemi një. Unë prapë them që jam e lumtur që gjithsesi lojtarëve si shqiptarëve të Shqipërisë, si shqiptarëve të Kosovës si është dhënë mundësia për t'u afruar tek të dyja skuadrat, për këtë realisht më bëhet qefi. Pavarësisht gjithë polemikave të çmendura që ka patur kjo gjë, ndoshta edhe jo shumë pozitive, megjithatë ne si Ballkanas, ndoshta edhe pak ngjat nxehtë, i përdorim pak këto fjalët tradhtar, pak si vend e pa vend. Pak e tepruar më duket ajo. Tepër e tepruar. Por gjithsesi sa bukur që ka kaq shumë mundësi, edhe sa bukur që tashmë edhe skuadrat tona kanë mundësi që ta shohin veten në nivele kaq të larta. Shpresojmë që dyat me mbrin në një herë botrorin. Tash Shqipëria që ka mbrit, po edhe Kosova. Eva, dojna më shku me disa pyetje nga publiku që kanë ardhur në Facebook, Instagram dhe profilet tona private. E para është nga Etriti, pyet a mendon që Vinicius ju mohua padrejtisht topi i art, që ka qenë tetor? A ju mohua padrejtisht topi i art. A meritoi Rodri me një fjalë? Po, a meritoi Rodri. Shiko, mua Rodri personalisht më pëlqen shumë në tërësi si futbollist. Pra, edhe në mënyrën se si ai qaset me mediat, për jetën e tij personale, domethënë në tërësi është një figurë shumë pozitive në futboll. A mendoj që ndoshta e meritonte pak më tepër Vinicius? Po, mendoj. Nashta qërë sulmues, sepse kjo gjithmonë ka ndodhur futboll. Ai qërë sulmues ka pas përparësi më shumë. Më tepër përparësi. Tjetra, futbollisti më i mirë shqiptar këtë sezon sipas teje. Futbollisti? Shqiptar më i mirë këtë sezon sipas teje. Qoftë që luan në Evropë, qoftë Super League, qoftë kudo. Atëherë, po për të përpiqem të përmendim sa më shumë, për Shqipëri, për kombëtaren, po zgjedhim Bala, meqense ishte dhe fituesi i topit të art. Për Europë, ndoshta këtë zgjedhim nga çunat. Nëse flasim për Kosova, kisha thonë që Xhegrova është bukur nalt. Po ndoja ta lija për të fundit. Po meqense më ceke pikërisht Xhegrovën,
Ato performanca Champions League që ki parë ti? Performanca të jashtëzakonshme në Champions League, një karrierë e ndritur ndaj elitës Real Madrid, drejt elitës së futbollit evropian dhe ne kemi cilësuar shpesh sepse gjithmonë në çdo Champions përgjatë gjithë këtyre 8 viteve të Champions League që unë prezantoj, gjithmonë çdo vit e cilësojmë nga një skuadër si Hirushen. Po. Edhe mendoj që këtë vit në absolut ka qenë skuadra e Lille, Hirushja. Outsider që pat goxha. E vërtet, e vërtet. Kena një pyetje tjetër që pak e folëm më herët, por prapë e bëjmë. Apo të mungon Juventus Champions League pas e di që je fan se flak, Besnik Manzreku. Ka 2 vite që s'është Champions League, po në kuptimin e majës. Më mungon, po t'jem shumë e sinqert, nuk është se ma ka bërë shumë qefin edhe në Serie A, edhe në kampionatin italian, kështu që themi tashmë jam mësuar me thyerjet e zemrës nga kjo skuadër. A ka ra pra ndërja Juventusit? A mendon që mundu më ngrit që shka qenë 10 vite kampiona, po një farë revolucioni i skuadrës. E vërtet. Dhe madje më bëri shumë përshtypje, e postova në rrjetet e mia sociale, ishte një video një nga ndeshjet e fundit të rishtazit të Juventusit, një ndeshje e tmerrshme, skuadra totalisht jashtë kontrollit dhe pamjet e Del Pieros, Alexander Del Pieros, që ishte gati i shokuar duke parë nga stadiumi që çfarë është duke ndodhur me këtë skuadër, duke mos e njohur praktikisht atë skuadër që i ka dhënë aq shumë Italisë edhe futbollit botror në përgjithësi. Ku jena të elita e futbollit, të futbollistat edhe të klubet, po shkojna me disa emra elitar, emra eminent botror dhe në Evropë. Kë e zgjedh ti, kokë më kokë, janë lojtarë temi pak më të mëdhej. Okay. Pele, Maradona. Ka sa ke pa, se na se kena mbërrit? Po, ne nuk e kemi mbërritur, e vërtet, po do shkoja pak më tepër me Maradona. Okay. Zidane, Ronaldinho? Zgjedhje interesante. Personalisht, absolutisht do shkoj me Zinedine Zidane, jo vetëm si lojtar, por edhe gjithashtu edhe për karrierën e tij të jashtëzakonshme në trajnim në vitet e fundit. Realisht një shkollë futbolli është shumë e vështirë që një trajner mendoj unë t'ja implementoj tamam filozofinë e vet të lojës lojtarëve dhe mendoj që Zinedine Zidane ka bërë absolutisht një punë të shkëlqyer. Dhe ka një sukses që është shumë vështirë me mbrit dikush 3 vite rresht. Shumë vështirë. Shkojmë pak më larg. Gjenerat e përkryer. Yes. Maldini, Beckenbauer, 2 mbrojtës më të mirë të historisë temi. Po. Për gusto personale, mendoj që do shkoj pak më tepër me Maldinin dhe mendoj që është më i miri. Po kjo është për gusto personale. Shumica mendojnë kështu. Shumica mendojnë kështu, jam e lumtur atëherë, Besim te Italia jote e preferuar. Francesco Totti, Alessandro Del Piero. 2 kampionat botës bashkë, po rival për disa vite në klube. Të dy shumë figura interesante si brenda si jashtë fushë, absolutisht me Alexander Del Piero dhe mendoj se po përpiqem të kujtoj Alexander, unë nga që kam qenë rritur në televizion dhe nuk është se kam patur momente ndonjëherë që të jem kështu starstruck, domethënë që të emocionohem jashtëzakonisht shumë se po takoj ndonjë figurë publike, pra si nga që ashtu siç thash, më kanë ardhur gjërat gradualisht duke punuar që vogël në televizion edhe nuk më bënte shumë përshtypje edhe kur vishin këngëtar të jashtëzakonshëm, figura publike, ndoshta i vetmi që si të thuash filtrat në stomak ka qenë Alexander, kur takova Alexander Del Piero dhe ka qenë me të vërtetë një moment shumë. Unë po të fala për neve, a ki kontakte apo? Po, ja bëj. Se kam po nuk po themi. Besim prapë te një ikonë italiane nga portiera tash. Kena Gianluigi Buffon apo Iker Casillas. Besoj po e di përgjigjen, po duhet një sqarim pse. Luigi Buffon, po prapë vazhdojmë tek gustot personale. Mendoj që Casillas ka qenë një jashtëzakonshëm, po absolutisht emrin më të madh tek skuadra që unë po zgjedh ka qenë tek Juventusi, e ka lënë absolutisht Buffoni. Dalim pak te Anglia, ime. Kemi Lampard, Gerrard. Dhe më falë se më kujtua,
Dëgjoj se unë flas shumë, ti prit çfarë të Jo, duash. unë tani. Dytë pa problem. Mund të vazhdoj gjithkohës. Gjithashtu Buffon, e dashura dhe pasaj që u bë gruaja e Buffon ka prezantuar motrën e Champions League-s në Itali për shumë vite, Ilaria D'Amico, kështu që unë e ndiqja vazhdimisht dhe prandaj ndoshta vazhdoj edhe më tepër për Buffonin. Okej, shkojmë te Anglia. Lampard Gerrard kanë qenë gjithmonë konkurrencë, o tash kalon karrierën prapë është një farë debati për ta. Po besoj ke pa Premier League-n pak apo gjithmonë Italia? Shumë jo më tepër te Italia, po më tepër e fokusuar te Champions League. Po. Një pak më tepër ndoshta tek Lampard, po. Jo ndonjë kështu. Zgjedhë Lampard puna e Chelsea që. Puna e Chelsea, da? Puna e Chelsea ja bëjmë shefin, meqense për shkak të Chelsea jam në Champions League. Xavi, Andrea Pirlo, dy maestrët e nësfushës. Pensionuar, po kanë lënë legacy që mundesh me e vlerësu. Vazhdojmë me Pirlon. Vazhdojmë të mbetemi te Pirlo. Okej, tash kena mbrit te pyetja më e famshme në botë, Eva. Po besoj që je përgjigj për këtë pyetje. Ç'është e ditë. Kjo është. Okej, shkojmë Messi apo Ronaldo. Jashtëzakonshëm, praktikisht një duel 10 vjeçar. A merr fund kjo pyetje ndonjëherë? Në futboll. Nuk mendoj që do marri fund ndonjëherë. Do marri fund atëherë kur ndoshta mendoj unë do ndrohen brezat dhe që ashtu si për ne nuk e kemi arritur futbollin e Pele dhe të Maradonës, ashtu edhe për brezat e ri do se ka vendosur Kupa e Botës këto mendon ti? Se ka vendosur sepse Pele Maradona ka pas 2 botëror. Ronaldo s'ka, Messi ka apo mendon që ndosh? Filozofi të ndryshme në futboll, domethënë gjithmonë nëse Ronaldo ka qenë ai nëse mund ta quajmë perfeksionin njerëzor, pra që me anë të punës së jashtëzakonshme, stërvitjes së jashtëzakonshme ti mund të shndrohesh në një mbi njeri. Messi nga ana tjetër ka qenë personifikimi i talentit dhe shfrytëzimit të rasteve, dhuntia jashtëzakonshme që ndoshta jo shumë njerëz e kanë. Gjithsesi, jo se Ronaldo nuk ka talent apo Messi nuk ka bërë punë, padyshim. Por që unë anoj pak më tepër nga Messi. Nga Messi. Edhe kur jam futur në fillim në futboll në Champions League, kam hulumtuar shumë rreth lojtarëve dhe kam parë shumë intervista të Ronaldos. Ai pa absolutisht e meriton të gjithë famën dhe pompozitetin e ka. Egon më thonë se duhet. Nuk më pëlqeu shumë në shumë intervista që ai kishte dhënë edhe kjo megalomania dhe të ndjerë jashtëzakonshëm. Absolutisht ai i meriton. Çka bën? Po kuptimin e çështjes. Më tepër njerëzit modest. Jo, Messi gjithçka më vonë. Unë që Messi është kriju veç për futboll, asgjë tjetër. Eva, për fund kena më shkuar te disa klube dhe kombëtare, kë e zgjidh ti sipas preferencës gjithmonë. Okej. Barcelona, Real Madrid. Real Madrid. Atëherë, mes Barcelonës dhe Real Madridit, unë mendoj për guston time apo për Çka do të zgjedh ti? Këtë vit, absolutisht me Barcelonën. Po nëse do të pyesje vitet e shkuara në Champions, do thoja për Realin e Madridit. Okej. Man United, Liverpool. Liverpool. Inter Milan. You will never walk alone. Yeah, Inter Milan. Inter Milan, po për shkak të gjithë historisë dhe faktin që është skuadra e dytë me më shumë Champions League të fituar deri më sot, absolutisht Milani i jashtëzakonshëm me në krye presidentin Berlusconi e gjithë. Edhe fundit është Chelsea Arsenal. Chelsea, Arsenal, absolutisht. Me Chelsea, na? Me Chelsea. Edhe pse këtë vit Arsenali është jashtëzakonisht shumë përpara dhe dhe i meriton, është një skuadër që me të vërtetë e meriton gjithë suksesin që është me këtë championin, se atëherë bëhemi na klubi i dytë me Champions League. Për momentin vetë Chelsea ka në Londër, po shpresojnë. Po, absolutisht me Chelsea, kështu që për të gjithë historinë që tregova. Shikues nderuar, shikues dashur në Kosovë, Shqipëri dhe gjithandej, kjo është intervista me Eva Muratin, moderatorja, hosti Champions League. Eva, po duhet të falenderoj prapë nga zemra. Ka qenë kënaqësi për neve. Intervista e parë për një media nga Kosova, kështu që e vlerësojmë shumë. Më beso u kënaqa jashtëzakonisht shumë. Unë kam kohë që përveç projekteve të mia që kam në Itali nuk kam dhënë fare intervista në Shqipëri, madje motra ime po kujtonte dje për këngën magjike, ka qenë hera e fundit që unë kam dalë për dhënë një intervistë dhe më kishte marrë malli dhe të vlerësoj shumë për këtë gjë që bëm një intervistë konstruktive për futbollin
Se më është Ka bërë njerëz që mendojnë që në artazin futboll. Jo, Po pse që e panë që më është bërë edhe si traumë të dalë nëpër intervista se të fillojnë të pyesin për jetën personale, për gjërat unë e s'di pse kanë të interesim për atë pjesë. Pse pakuptimta, kanë interesim? për të vendosur në sherr me kolege Yeah, të tjera pa kuptim dhe prandaj i kam eliminuar tërësisht sepse është një lloj publiku që mua realisht nuk më intereson Po. fare. Kështu që më mirë ato pak veta të jenë pak e saktë që më ndjekin dhe të dinë tamam të gjithë figurën time. Eva, bëjmë një përshëndetje ikon që e kitin TikTok? Si jemi?